të krijimit apo të avancimit të programit bërthamor iranian. Teherani sot është në një fazë të ndjeshme ku po ripërcaktohen si një fuqi rajonale, tani më e përmbajtshme që nëse paraqet ndonjë rreziku do të jetë më i lehtë se më parë, por edhe ndërhyrja, xhumhazja, goditja në kokë për Amerikën do të jetë më e lehtë. Qoftë nëpërmes Izraelit, qoftë direkt. Ka mbaru puna e Iranit, do me thonë, ka mbaru edhe puna e Serbisë, që po thëmë ndërlidhni, se është Irani rrezik potencial për interesat amerikane. Që kjo gjendje e re e Iranit, Arabisë Saudite i ka krijuar disa mundësi. I ka dhënë disa fuqi, këto fuqi janë të shkuar në rritje e sipër dhe po e bëjnë lojtarin më të rëndësishëm në lindjen e mesme. Dhe që kjo Arabi Saudite tashmë po e mbush atë boshllëkun imagjinar që u krijua se a thua kush qysh tek do ta ketë dominancën në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme, në bërthamën e botës, nga ku reflektohen dinamikat dhe përcaktohen geopolitikat dhe geostrategjit e botës, zate geo është e botës, tre faktorë kanë me qenë determinant. Izraeli, si mishim me thonin për Amerikën në lindjen e mesme, Arabia Saudite, financuesja kryesore e projekteve fitimpruse strategjike për Shabat nga lindja e mesme